Prokuroria e posaçme SPAK ka dorëzuar në parlament raportin e vitit 2024. Në 109 faqe material, SPAK thotë se gjatë vitit që kemi lënë pas, Prokuroria Speciale ka pasur nën hetim 793 procedime penale, ndërsa u sekuestruan dhe konfiskuan pasuri me vlerën e 65.5 milion euro, ose 59.7% më shumë se sa në vitin 2023. SPAK thekson në raport se 33 zyrtarë të lartë ishin nën hetim, 19 për tyre u dërguan në gjykim, ndërsa 10 për tyre u dënuan me vendim të formës së prerë gjatë vitit që lan pas. Në GKK thekson SPAK, shkalla e fajësisë ka rënë me 9% në krahasim në vitin 2023 për zyrtarët e lartë. Hetimet financiare theksohet janë prioriteti i strukturës së posaçme. Prokuroria e posaçme rendit 10 problematika që duhen adresuar, mes tyre presioni i jashtëm nga grupet kriminale, aktorët politik dhe aktorët mediatik, që sipas raportit cënojnë pavarësinë kushtetuese të institucionit. Problematikat e tjera të renditura në raport janë paqartësia për statusin e prokurorëve pas përfundimit të mandatit, rënja e referimeve nga institucionet publike dhe policia, të cilat raportuan 53.8% më pak se sa vitin e kaluar, si dhe vështirësia e ekstradimeve nga Emiratet e Bashkuara Arabe.